po shajbe si më ljodhën e të ngu bu da Allah këpare. Po në maspori, po i pa drejt është edhe ndore, po da Allahët me një menim normal. Nuk ka hije më Valen, po du të parimi. Pra, ajo që po duket tash, në se cilin variant, pra, si në variantin e Vikit që fiton vetëvendosja, si me thonë, sa the, një 70%. Variantin e Batorit që s'ka qeveri me vetëvendosin, pra, për shkak çështjes presidentit dhe ata fateve, po duket që së zgjedhje, kena mi majtë kështu viç për qef, pra që s'kan me prodhu kur gjo. Pra, si mas afateve, nëse themi që me 5 mars, pra du të mu zgjedh presidenti i ri, zgjedhjet mohen me 28 dhjetor, herën e fundit na kanë marrë sa kohë? Një muaj e gjys, pra prej me 9 shkurt janë mbajt zgjedhjet, me 15 prill është mbajt seanca konstituive, sa të merr mas 15 ditë njëri kandidat, e dyti këto, si ma gjitha gjasa, pra po shkojmë vetë për shef, nëse zgjedhin për nuk jam për qef. Një sen, për shumë, unë menaj që është një fakt, që është për imen shumë i kesh, unë menaj që kjo ka me konë para fushota, dhe fushota ma gërbit shme zgjedhure që ka qenë e në Kosovë, dhe më thonë, tu s'ka mirë as një projekt i madhë publik në gjysë që dikush e premtan. Se ka për shumë shtetet që dikush e premton antarësimin BE, ka mirë diçka në mes të rrugës, dikush antarësimin NATO, dhe dihet cila parti premton diçka të madhe, cila parti premton për ekonomi. Edhe dihet për shembull pse voton një parti të caktuar me politike. Këtu, për shembull ti, pushteti ndjen çat mos diskursin publik e ka degradu, ku në fushat zgjedhore tashmë prej buxhetit të janë që për mua nuk është në rregull çysh manipulon me buxhet. Në më thoi, ja fut njerëzve frikën që ekziston një grup i caktuar i njerëzve që quhen opozit, që juve përdojnë një lop pa rroga, përdojnë një lop pa bukë. Në anën tjetër kthehet që ta opozita bashkëpunojnë me listën serbe, edhe rrezikojnë një minut, balan trupna. Edhe që ekziston rreziku që dikush ka më na marr veriun, ekziston rreziku që dikush ka më shpall luftë kundër neve, edhe shkon deri në atë nivel ku njëri që ka mojt pas të ministrës së drejtësisë e poston grupin parlamentar të PDK-s, ku ato shihet që është ka bashkëftetar të Adem Jasharit, shihet që është edhe mesa e heroinës Sol Jashari, edhe thet në harmoni të plot me listën serbe, domethënë deri në çat nivel shkon degradimi, edhe projektimi bazë është me e friksu popullin, që në Kosovë ka një grup të rrezikshëm që bashkëpunon me Serbi, ka një grup të rrezikshëm që jo lën pa rruga. Domethënë këtu më nuk folet kjo qeveri, kjo parti politike që ka më shumë të vota për momentin, mos nuk fol as për zhvillim të Kekut, as nuk ka dhënë që ka më ndërtuar në termocentral, as nuk flet qysh Brezovica ka më zhvillu, as është me ka negociata, a do të më dhon Brezovica me koncesion ajo, as nuk flet ç'a do të më bën me Prevallën, a do të më dhon ai firme me menaxhu, a do të shteti me investu në ato resorte turistike, nuk flet për hekurullat Kosovës, ç'a do të më bëj shteti me to, çu do të më zhvillu atë ndërmarrje, nuk flet më për Telekom të Kosovës. Domethënë, është hera por që më nuk folet për ndërmarrje publike, nuk folet më për ekonomi. Kjo fushat ka më shku kështu. Pra pa shteti ka më shty përpara që protagonisti kryesor i fushatës zgjedhore ka më qenë lista serbe, se çaja është lehtësia që pushteti pretendon se ka më marr vota. Domethënë, një pushtet që ka qenë koordinim të plot në harmoni të plot që është Albina Haxhiu me Radojčićin, ku shihet Mimoza Kusari të fol me ta, e me Simiqin, është koordinu edhe për ligjin që i lënë jashtë veteranëve të OÇK-s, i akuzon tjerë që janë harmoni të plot me listën serbe, i akuzon tjerë për bashkëpunim me Serbi, i akuzon tjerë që nuk votojnë buxhetin që na si deputet, po duhen me kontrabandu, se dikush mundet me ro prej e propagandës, tynë edhe me minutë që vetëvendosja për e me ka pos drejt kër e ka qu buxhetin për miratim në Kovend, që nuk mundet një qeveri që s'u dal për ati Kovendit me qu buxhetin atë, që është kontrabandem, është morë e modhe dhe vesh me shty për para. Pasha burën e në në tjetër delë thet të opozita për i blokon marrëveshjet ndërkombëtare. Kush po fol për marrëveshjet ndërkombëtare?
Këta që e kanë fut Kosovën në sankcionet BE-s dhe të SHK-s. Po folë për rrezikim të marrëveshjeve ndërkombëtare, po ku mërzitet vetëvendosja që rrezikohet një marrëveshje ndërkombëtare. Kështu që për çfarë arsye mendoj që këtu s'ka me pas kontent që i shku një fushatë zgjedhore normale, me premtu diçka, që ti nëse e voton vetëvendosjen më thon, po shteti i ka kryer 7 pika me votu opozitën. I ka kryer 7 pika dhe i kanë mbledh në gjysmë. Unë se ashtronë e vëtën që të arsye. Që penisëm që shtë. Nëse mëron ti pecën. Qa mbron pecën te? Besta mi u përgjith, me evaluat. A thuni e që kur të shonë rritit vetëvendosja, sa e shonë Albinin, rritit Albini. Rritit. Pecën me shonë rritit. Lek. A i në të baj gore apeta, po? Nuk o që s'po rritit. Mos me në që ju lomu me baj gore. Nuk o që s'po rritit. Nuk që do që së një mo me full asha me. Mone me që vithëm se unë e kom dëru shumë, zjetë funit jam konkord. Këtë në amon buda loku vetë. Valon. Qëre, je po të kalzoj se Albini rritet me sho, e Peci nuk rritet me sho, ha? Dhët me flak. Po ju variant ta hire me ju ka mojt Mitrovic, këtë fëshotën që dojnë e su këni një rrit për aty të opozitat se. Po kam ju shkirvi. Kam ju sus. Ku ashtë arian ta hire? Vesh për dëkëllit, kam ju mujt. Pa nismën, pa partisa. Kretu qunë kom me parti politike me media me kretë. U qunë kom me bo kretarë. A mundet me... Pa, se me Germolla kire me fitur. A mërën që kire me shku partit solo, si me thonë Sicila? Jetë avdekje në të zhjithë, vëlla. A ka me pas aderime? Jo, besi që janë jetë avdekje. Qa ka me qenë dhe diqi i arshëm? Jo, unë s'kësha anë dhe diqi, do më pejsonte. Pejsonte e ka njësë. Kuptimin e aderimeve e tjera. Më thonë, njësën debatet agresive. Ja, mos bë milion që... Jo, po... Partitë e mëllo kanë me shku... Jemi sërbësën dhe me thonë... Nuk ka familje në PDK që se ka 3-4 aktorë. Falire, që i liri vetë u kone që ka. Nuk ka familje, mi thonë i liri, kushtoru që ka. Mi thonë atire që kanë son torë të vromi kanë, s'ka mëne familje aty. Mi thonë, atë 3 lufta kanë do të Kosovë. Nëse njënën s'kanë morë pjesë, thë ti e me shkije. Fali, me sërbëska. Me ty pajtona. Ma nëse kjo është, kjo keni me që vene luftë civile dine. Lufta civile për 24 saat kryo që të vi që këfori mrena. Jo dhëtë, monën me. Mos unë përzimu pajtona 100% me ty. Sa i patën që për 24 saat me luftë, kryo lufta civile Ilir, qa kanë me bo partit studitar? S'na lyna i diskurs. A kanë me bo koalicione, a kanë me pas aderime treja? Qa ka me ndo? Jemi në 10 minutat të full. Partitë e mëllo kanë me shku vetë, mirë po kanë me marë partitë vogla kravet. Na peshomë do të thotë veç po flitet që nisma do të tjetë koalicion me LDK-n. Me LDK-n. Me PDK-n kanë me shku ka informacione do partitë tjera, ma të vogla, po që kanë me gjihat